kam parë në disa festa që shijon edhe puron, edhe whiskin, edhe pijet e forta. Ajo... Apo është në një përjashtim nga rregulli? Edhe nuk është as fare sepse ka njerëz, madje kam takuar një mik, një të njohur, edhe ja dhash gjithë qef puron, tha po jo tha, ne thjesht zorëm fotografi, tha po unë nuk e pi puron. Qa tuaj, thash, unë gjithë qef se gjeta një njeri që do e shijoja puron. Që do të të shoqëronte në pirjen e purës. Shiko, unë kam një shprehje shumë bukur. Dashuria e parë është rakia. Rakin e kam nga babi. Ne ishim 2 vajza dhe babi donte me një zëri se unë isha djali i familjes, se jam trajtu si djali i familjes, dhe rakin e kam nga babi. Dhe babi thoshte, unë e pi rakin se jam me tension të lartë dhe rakia ma ullë. Mami thoshte, unë e pi verën, pra është dashuria e dytë, sepse unë jam me tension të ullët dhe vera ma ngre. Kështu që dhe tim thoshte, mua jesi unë duhet të pish verë. Whiskin e kam nga partneri, duke ai tipu whisky dhe me ato flokët që se kishte edhe profilin. Ishte natyrë edhe filmike, gjithmonë donte që të bënim një film. Ai shkroi romanin Kufiri që kishte lidhje me dashurinë tonë dhe gjithmonë thoshte që këtë libër duhet ta bëjmë film dhe unë nuk e di doja realizoj apo jo, se është shumë vështirë kjo çështja e filmit, po do përpiqem. Ke filluar përpjekjet? Me cilin aktor do gjeje që të luante rolin e bashkëshortit të ndjerë tani? Atëre i gjenim sa emra, po i gjenim nga Hollywoodi ato emra. Po, cilët ishin ato? Na i thuaj, për shembull. Po mirë, De Niro. De Niro do ishte partneri, kemi dash të dy, e kemi dash shumë. Do e çosh deri në fund këtë si projekt filmik? Do përpiqem.